Nga Elbasani, që sot është kryeqyteti i gjithë shqiptarëve, ju uroj gëzuar ditën e verës. Çdo familje shqiptare, gjithë qytetarëve shqiptar, ju uroj një verë të mbar, ju uroj shëndet, e mbarësi për ju dhe familjet tuaja dhe suksese dhe plotësim të dëshirave, planeve, aspiratave të gjithë secilit për ju. Për mua është një kënaqësi e jashtëzakonshme që ndodhem sot këtu në mes të qytetarëve të Elbasanit, qytetit tim të dytë, ku kam shërbyer për një kohë gjatë si përfaqësues, të ndodhem prapë në këtë qytet i cili i ka dhënë kaq shumë Shqipërisë, i ka dhënë kaq shumë kombit ton, dhe të shpreh pas një kompleks dobësinë që kam për Elbasanin, për qytetarinë e Elbasanit, për vlerat intelektuale dhe kulturën që rrezaton ky qytet. Është një ditë mirësie dhe mbarësie, është një ditë pozitiviteti, siç uroj nga zemra të jetë kjo verë për gjithë shqiptarët, duke nisur, pse jo, nga një verë e hershme, nga maj, një maj i ndryshimeve pozitive, një maj i kthimit besimit se një jetë më e mirë është plotësisht e mundshme këtu në Shqipëri, se Elbasani, Shqipëria dhe shqiptarët meritojnë më shumë. Dobësia ime për Elbasanin njihet fare mirë, jo thjesht për mikpritjen që më ka ofruar, për shpirtin e madh të qytetarisë elbasanase, por edhe për kontributet e jashtëzakonshme me të cilat ka shërbyer. Nuk është e rastishme, kam në krah ish zëdhënëse deri dje të Partisë Demokratike Mirela Karabinën, tani kandidate së bashku me kandidatë të tjerë në qarkun e Elbasanit. Nuk është më zëdhënësja jonë, po dhe zëdhënësja re që ka ardhur, Doriana Musaj, që e prezantova dje, është po kështu nga Elbasani. E them natyrisht me humor, që është shenjë e dobësisë, në fakt është shenjë e dobësisë time personale, se në fakt është shenjë e forcës që rrezaton Elbasani në këtë ditë vere. Dhe pikërisht në këtë ditë vere jemi mbledhur këtu me grupin e kandidatëve tanë për deputet, të cilët rrezatojnë dhe përfaqësojnë këto vlera dhe i thonë po vlerave qytetare, i thonë po ndryshimit dhe jo riciklimit, sepse gjithë jemi këtu duke besuar që Elbasani meriton më shumë, Shqipëria meriton më shumë. Nga Elbasani ju uroj të gjithë shqiptarëve gëzuar ditën e verës, qoftë një verë dhe një vit i mbar për gjithë familjet shqiptare dhe për vendin tonë.